Puna e Korinit ka një gjuhë të heshtur, poetike, njëkohësisht politike. Në pamje të parë duket minimaliste, por pastaj fshihet një reflektim i thellë mbi migrimin, identitetin, dëshirën universale për të gjetur një vend në diell. Titulli lidhet me vetëndrën njerëzore për një jetë më të mirë, diçka që shqiptarët e njohin shumë mirë përmes historisë e migrimit dhe tranzicionit. Në instalacionin e tij, drita luan rol qendror, ajo nuk është vetëm element estetik, por simbol shprese, kujtese dhe ekspozimi. Korini duket sikur pyet çfarë ndodh kur njeriu më në fund arrin vendin që ka ndëruar. Veprat e tij kanë një ndjesi kinematografike dhe meditative. Nuk të imponon përgjigje, por të fut në një gjendje reflektimi. Kjo është arsyeja pse puna e tij funksionon kaq mirë në këtë bienale të këtij viti, e cila i përket në një farë mënyre ose ka zgjedhur të përkas një bote që në vend të zhurmës zgjedh atmosferën dhe heshtjen. A Place in the Sun mund të lexohet edhe si metaforë për Shqipërinë moderne, një vend që vazhdon të kërkojë vendin e vet në perëndim.